Fëse dhe pyetja jonë sot është, pse pula e kalon rrugën? Pse pula, pse ka nevojë me kalu. Kur duhet me kalu e kalon. Po, pse? Po pse duhet me kalu me shku me pi ujë. Jo në këtë rast. Ha, është mi edhe kënena, po pse kalon rrugën? Menoj mjetë. Ajo zebrat nuk e di ku janë. Jo, edhe pas zebra heq për kalejke. Ndoshta e thirr knusi bre. O, jo. Shka. Ha? E me shku me knosa janë. Ose e ka shpina me. Garam dhe shka, po pse? Ta zemrën. A më menu edhe një herë. Hajde. Ja, E di që gruja ka më të mytë, ku dasha ne kam se mas kamerës ishë për asë ban me dorë, zda me dorë me. Që ka të shumë jo tutës grua sa? Ja, mërë, ja. Thuj, ka dalë zori jam kënusi këto? E kom zemër E ke normal që e ki zemër, po pse pula e ka, jo gruja, po pse pula e kalon rrugën? Pasha nerën, se zdi vërë. Menoj mirë, pyetja është shumë e thjeshtë, logjike e shnosh. Në qo se dikush e thret grunisit. Po, jo, po edhe kënina këmënës me hangër, ajo shkën a petanina, po pse pe kalon i ka thu rrugën. Atë ka shku menja. Ja, pasha nerën, ja. Seriozisht? Edhe ajo konga, që se nuk kalon zebër, konga pule pa edukume. Pa edukume, samaforat s'pi pret. Te daltoniste konga. Për në të flotoru? Po pse kalon rrugën? Ja, s'pe di, pasha zebër. Hajde më të kalzu. Hajde. E kalon rrugën se ka qef me dalë edhe në pjesën tjetër me hangër bari. Atë ka shku meni. Në qenë bari me dalë. Me paskon beton. Ja, i kishnet kënina. Ta zemrën, trujt zoti. Hajde. Shko kalzaj edhe gruas. E jo të dashën veç rrëni me neve, se poezia me pulja, po pse pulja kalon rrugën, o këni.